Përkundër deklaratave të autoriteteve të vendit se situata me furnizimin me naftë është stabile dhe nën kontroll, duket se gjendja në terren është ndryshe dhe tashmë nisin edhe reduktimet e para. Informacionet e fundit flasin se nëpër pompat e benzinës të vendit ka nisë të reduktohet sasia e karburanteve që mund të merret. Kësaj për veturat private është deri në 1.000 denar, kurse për automjetet e transportit apo kamionët deri në 3.000 denar apo 50 euro. Kjo ka detyruar që shumë vozitës të vizitojnë më shumë pika karburanti për të mbushur rezervuaret e automjeteve të tyre. Nuk dihet se përse bëhet ky reduktim, por padyshim se kriza në lindjen e mesme, por edhe paralajmërimet për rritje të çmimit të naftës në tregjet globale ka detyruar që shumë pika karburanti të marrin këto masa, mbase kompanitë vendore të naftës mund të posedojnë rezerva të naftës, por ndoshta janë duke pritur çmimet e reja të karburanteve. Kryeministri Mickoski edhe sot siguroi qytetarët se vendi posedon sasi të mjaftueshme të derivateve të naftës dhe se nuk ka nevojë për panik, kurse paralajmërojmë edhe masa inspektuese ndaj pikave të karburantit që refuzojnë të japin derivate të naftës. Sido që të jetë, kriza me karburantet mund të ketë efekt zinxhiror në ekonominë vendore dhe mund të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve edhe ashtu të larta të produkteve ushqimore.